objektet të cilat kanë qenë të ndërtuara në pronën publike më shumë se 170 për ty ne kemi rënu. Qytetarët me kanë vlerësuar shumë, edhe pse fillimisht ka qenë një sfidë shumë e madhe. Ju në Malishev, si në krejt Kosovën, po ju i keni 19.780 ndërtime pa leje, qysh janë evidentu qysh në vitin 2015, janë dhonat prej Ministrisë Infrastrukturës kur rëmat krejt Kosova sa ndërtime pa leje ka mas lufte. Ky është një numër kogja i lartë ndërtime pa leje në Malishev, çdo qytet e ka, po mu po më intereson çfarë kapacitete kemi ndërtu në ministri për me i trajtu këto ndërtime pa leje, sa i ke legalizu deri tash në 4 vitet e fundit, edhe sa kime mujt 4 vitet tash. Në 4 vitet e fundit asnjë objekt të ndërtuar pa leje nuk e kam legalizu. Përkundrazi, asnjë objekt të ndërtu pa leje. Përkundrazi, objektet të cilat kanë qenë të ndërtuara në pronën publike më shumë se 170 për ty ne kemi rënu. I keni rënu? Është komuna Malishev, komuna parë në Republikën e Kosovës që e ka bën një rënim masiv të objekteve të cilat kanë qenë të ndërtuara në pronën publike. Apo të nëjë problem, nëjë kërsnim, nëjë se. Përkundrazi, këto qytetarë me kanë vlerësuar shumë, edhe pse fillimisht ka qenë një sfidë shumë e madhe, ka qenë një mendim shumë i vështirë që të rënohet objekti ku aty zhvillohet biznes. Muj me thonë që kryetari që Pirxej ka objektit pa leje fiton pa ballotar, sepse shumë menojnë që me bo mirëzu, i hupin zgjeri. Kalzëm të muat ka dojë që ashtu. Unë inkurajoj të gjithë kryetarët e komunave që të gjitha objektet cilat janë të ndërtuar në pronë shoqërore, shtetërore, komunale, dhe të shkojnë sepse qytetari vlerëson shumë mirë, shumë drejt. Mi thonë të drejtën, kur kemi marrë vendimin që të lirojmë hapësirat publike, në fakt, që të rënojmë këto objekte që ka qenë të gjithë kemi llogaritë që kemi me hub këtë mandat. Sepse ka qenë vendim shumë i shtirë, mirë po... Ekrem, fole pares për bizneset. Ti bizneset i ki po donë me inkuraju, krejt kohën po donë me ja u kriju atmosferën me punu. E në qëto vene ku kanë ndërtu ata, as kanë qenë bizneset që kanë qenë të funksionu e ti ja u kinojt punë? Gjitha kanë qenë bizneset. Gjitha kanë qenë... A i ke bo me negociata, me rkuptim? Absolutisht, asnjë problem të vogël nuk e kom pas me qytetarët e komunës së Malisheve, sepse preventiva ka qenë shumë e madhe, kemi pas diskutime shumë... A ke shku dikon tjetër, a i ki dhënë opcion dikon tjetër me shkua, qysh ja ke bo punën që ja u kem shel biznesin, për shembull, se shumë kryetar po më thojnë që sun jam shel biznesin, ja u qet njerëz pe pune, qysh e keni negociuar? Në spori e kemi definu pronën. Dikasteret përkatësisht drejtoritë përkatëse në komunë i kemi bërë matjet e sakta, edhe kemi marrë procesin administrativ, i kemi marrë ligjet, edhe kemi informu palën këtë rish pronarin e objektit. I kemi thonë që dokumentet tona flasin që te je objekti ytë shtrihet me qikash metra katror shtrihet në pronën publike. Të lutem, i ki 15 ditë afat, vendimin e ka marrë në dorë. E kemi thonë që i 15 ditë afat që ti të bjen dokumentacioni plotësues nëse eventualisht e kiti një dokumentacion tjetër që ne nuk e posedojmë. E ka pas afatin e ankesave, dikush ka ardhë, dikush ka thonë që nuk kam dokumentacion mirë, po e pres vendimin e juj edhe ju mirë kuptoj. Edhe në këtë formë... A ka pas të tillë që ka thonë nuk largona? Ka pas edhe të tillë që fillimisht e kanë ankimu vendimin tonë kur ne kemi shpallur. Ato e kanë drejt, po me sfidu që mas ankimimit, a ka pas në një fizikisht që ka thonë s'largona? Jo, nuk ka pas. Për fat mirë, prandaj duhet t'i falenderoj të gjithë qytetarët e komunës së Malisheves, edhe pronarët e këtyre objekteve, mirë po të gjithë qytetarët e komunës së Malisheves që e kanë mirë kuptuar këtë hap tonën të jashtëzakonshëm